Besimtarët mbushin xhamit për Kurban Bayram, drejtuesit fetar thonë se kjo fest e fisnikëron shpirtin. Më shumë se 2 milion musliman përfundojnë haxhin, palestinezët falën namazin e Bayramit mes rënojave. LSDM pretendon se biznismeni i afërt me Mickoski i siguroi fishek zjarret për diskotekën Puls në Koçan, VMRO mohon këto akuza. Franca premton njohje me kushte të shtetit të Palestinës. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Sot besimtarët musliman po shënojnë festën e Kurban Bayramit, njërën prej 2 festave më të mëdha në kalendarin islam, që nga orët e hershme të mëngjesit besimtarët kanë mësyr xhamit për të u falur namazin e sabaut e më pas edhe atë të Bayramit. Në Shkup, manifestimi qendror për faljen e Kurban Bayramit u mbajt në xhamin e Mustafa Pashës. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mira besimtar nga Shkupi mëngjesin e sotëm mbushën radhët në xhami për të falur namazin e sabahut dhe atë të Kurban Bayramit. Manifestimi qendror për faljen e Kurban Bayramit u bë në xhamin e Mustafa Pashës. Gjatë ceremonisë u recituan ajete nga Kurani dhe u kënduan ilahi të ndryshme. Ghayril maghdubi alejhim waladdallin. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. Në hutbën e Bayramit kreu i Bashkësisë Fetare Islame Shaqir Efendi Fetahu veçurimit përsollje dhe mesazhe për paqe, mirësi dhe solidaritet. Sipas kreut të BFI-s, Kurbani na mëson se nuk ka vepër madhore pa sakrifica dhe flijime madhore dhe se njeriu vlen aq sa është i gatshëm të ndajë me të tjerët atë që është më e dashur për të. Kurban Bayramit është shprehje e besimit të palëkundur për të sakrifikuar gjithçka, po bile edhe më të shtrenjtën për hir të Allahut, për të dëshmuar në praktikë se dashuria dhe përkushtimi ndaj madhërisë së Tij është mbi çdo gjë tjetër. Në hutbë kreu i Bashkësisë Fetare Islame përsëriti se Bayrami nuk është një festë e rëndomt, por një festë që e fisnikron shpirtin e besimtarit. Në fjalimin e tij para besimtarëve, fetaj me theks të veçantë u ndal në vlerat dhe mësimet e Kurbanit. Institucioni i Kurbanit është një shprehje konkrete për të kuptuar se nuk ka vepra madhore pa përpjekje dhe flijim madhor. Dhe se njeriu vlen aq sa është i gatshëm të ndajë më të dashurën për të tjerët. Andaj festa e Kurban Bayramit nuk është thjesht një ditë feste, por është festë që edukon besimtarin të jetë bujar, fisnikron shpirtin dhe zemrën, e bën pjesëmarrës në vepra të mëdha. Në fund të porosisë së tij, pasi uroi të gjithë besimtarët e vendit, kreu i Bashkësisë Fetare Islame tha se në kohën e sfidave të mëdha, kjo festë na kujton se është domosdoshme të angazhohemi në eliminimin e problemeve me të cilat përballet njerëzimi, të promovojmë shpirtëroren dhe të përhapim paqen në vend të luftës. Besimtarët muslimani kanë uruar edhe krerët shtetëror dhe atë të partive politike, ata kanë porositur për forcimin e bashkëjetesës, tolerancës dhe humanizmit. Krerët e lartë shtetëror kanë uruar festën e Kurban Bayramit. Kryeparlamentari Afrim Gashi në urimin e tij thotë se me angazhim të përbashkët, të gjithë do të vazhdojmë të forcojmë bashkëjetesën, tolerancën dhe humanizmin në vendin tonë. Kjo ditë ndryshme sakrifice na kujton rëndësinë e besimit, mirësisë dhe kujdesit për të afërmit, le të sjellin ditët festive paqe shpirtërore, shëndet dhe begati në shtëpitë tuaja. Solidariteti dhe mëshira që e karakterizojnë traditën e Kurban Bayramit le të shërbesin nxitje për respekt dhe unitet edhe më të madh të ndërsjellët në shoqërinë tonë multikulturore. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova në urimin e saj porositi që të mbështetemi te njëri tjetri, të zhvillojmë empati dhe solidaritet dhe të mbrojmë në thelb mirëqenien e të gjithë bashkëqytetarëve tanë.
Si një festë dhënjeje dhe ndihme, Kurban Bajrami nxjerr në pah fisnikrinë e njeriut, duke na motivuar të kujdesemi për të gjithë anëtarët e komunitetit. Si shoqëri, ne gjithmonë jemi dalluar me solidaritet, bashkim, respekt dhe kujdes dhe duhet të vazhdojmë të ruajmë dhe kultivojmë këtë. Kryeministri Risjan Mickoski tha se vendi duhet të ndërtohet me mirëkuptim, respekt, besim dhe tolerancë të ndërsjellë dhe se kjo arrihet vetëm nëse jemi të bashkuar. Festa e Kurban Bajramit na kujton vlerat dhe parimet e vërteta në jetë, që janë të bëjmë vepra të mira, të ndihmojmë dhe të jemi human, sepse humanizmi dhe solidariteti janë cilësitë më të mëdha njerëzore. Komuniteti islam dhe të gjithë besimtarët e tij janë pjesë e këtij vendi, prandaj duhet të shtrijmë dorën dhe të respektojmë dallimet, sepse vetëm në këtë mënyrë do të ndërtojmë një vend me qytetarë të lumtur dhe të kënaqur. Edhe përfaqësues të tjerë të skenës politike e uruan festën e Kurban Bajramit. Edhe muslimanët në rajonin ballkanik kanë falur namazin e Kurban Bajramit. Manifestimi qendror i Bashkësisë Islame të Kosovës është mbajtur në xhaminë e madhe Sultan Mehmet Fati në Prishtinë, ndërsa ceremonia qendrore për namazin e Bajramit në Shqipëri është mbajtur në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë me pjesëmarrjen e mira besimtarëve. Edhe në sheshet dhe xhamitë e qyteteve të tjera të Shqipërisë janë mbajtur programe për Kurban Bajramin, ndërkohë xhamia Gazi Hustrev Bey, një trashëgimi osmane në Sarajev, kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës, priti qindra musliman që erdhën për të falur namazin e Bajramit. Po ashtu xhamia Bayrakli, e vetmja xhami në Beograd, ishte gjithashtu e mbushur me musliman që erdhën për faljen e namazit të Bajramit. Mira musliman u dyndën në xhamin Al-Aqsa në qytetin e vjetër të Kutsit lindor, kibla e parë e muslimanëve për të falur namazin e Kurban Bajramit. Ndërkohë, festa e Kurban Bajramit në rripin e Gazës që ndodhet nën blokadë dhe sulme izraelite po kalon nën pikëllim. Më shumë se 2 milion besimtar musliman të pranishëm në tokat e shenjta të Arabisë Saudite kanë kryer adhurimin e haxhit. Haxhin fillimisht pritën në Arafat, më pas shkuan në Muzdelife me autobus dhe kryen lutjen e pritjes si dhe mblodhën gur për goditjen e djallit. Duke filluar nga mesnata, muslimanët ecën afërsisht 3.5 kilometra në konvoj dhe hodhën 7 gur në Jamarat al-Aqabah, e njohur si djalli i madh në zonën e gurzimit të djallit në Jamarat. Pas gurzimit të djallit, një numër i madh i muslimanëve ecën gjatë për të arritur në Qabe dhe kryen tavafin e haxhit, ndërsa më pas u qethën dhe hoqën ihramin. Kështu, besimtarët musliman që përfunduan detyrat e tyre u bën haxhin. Mira musliman u dyndën në xhamin Al-Aqsa në qytetin e vjetër të Kutsit lindor, kibla e parë e muslimanëve për të falur namazin e Kurban Bajramit, ndërkohë një grup kolonash izraelit që kanë uzurpuar tokat palestineze u vërejtën duke shëtitur në zonën e qytetit të vjetër të Kutsit lindor. Ndërkohë, festa e Kurban Bajramit në rripin e Gazës që ndodhet në blokadë dhe sulme izraelite po kalon në pikëllim. Sipas autoriteteve palestineze, të paktën 828 xhami janë shkatëruar plotësisht dhe 167 të tjera janë dëmtuar pjesërisht në Gaza. Përveç kësaj, 3 kishe janë goditur dhe 19 nga 60 varrezat e Gazës janë shkatëruar plotësisht ose pjesërisht. Në anën tjetër, në Siri u fal namazi i pari Kurban Bajramit pas rënjes së regjimit të Bashar al-Assadit. Mijëra njerëz u dyndën për namazin e Bajramit në xhamin Emevite, me rëndësi historike në kryeqytetin Damask. Pjesëmarrësit nga qytete të ndryshme në namazin e Bajramit në xhamin Emevite u lutën për siguri dhe paqe në vendit. Gjithashtu, edhe në qytete tjera, mijëra njerëz pas namazit të Bajramit vizituan varret e të afërmit të tyre. Në kujtim të vdekurve, besimtarët ortodoks sot festojnë ditën e të gjithë shpirtrave në pritje të festës të madhe që ju vjen të dielën për shpirtrat. Duke kujtuar paraardhësit e tyre të ndjerë, besimtarët ortodoks luten në këtë ditë për faljen e mëkateve. Në kish mbahet një aktivitet përkujtimor dhe pas saj vizitohet varret e të dashurve, ndizet një qiri dhe lexohet një lutje.
Përderisa besimtarët musliman po festojnë në kampin Maqedonas, kanë vazhduar akuzat në adresë të oponentëve politik. LSDM-ja akuzon VMRO-n se mjetet piroteknike të cilët kanë shkaktuar zjarrin në diskotekën Puls në Koçan janë marrë nga një kompani, pronari i të cilës sipas tyre është shumë i afërt me kryeministrin Hristijan Mickoski. Nënkryetari i LSDM-s Metodja Iljevski sot ka akuzuar se mjetet piroteknike, të cilat kanë shkaktuar zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, janë marrë nga një kompani, pronari i së cilës sipas tyre është shumë i afërt me kryeministrin Hristijan Mickoski. Ai pyet se pse në asnjë moment Kocevski, Toshkovski dhe Mickoski nuk guxuan ta komentonin burimin e mjeteve piroteknike. Прашуваме, зошто во ниеден момент Pse në asnjë moment prokurori Kocevski, ministri i punëve të brendshme Pançe Toshkovski dhe kryeministri Hristijan Mickoski nuk guxuan ta komentojnë burimin e mjeteve piroteknike, të cilat e kanë shkaktuar zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, i cili mori 62 jetë të reja, ndërkaq të lënduar ishin 200 njerëz të rinj. Pse hulumtimi deri tani nuk erdhi në njohuri se nga vijnë mjetet piroteknike në klub? Pse MPB deri tani nuk hulumton se kush ilegalisht në Maqedoni kontrabandon mjete piroteknike dhe se si këtë mjet kanë përfunduar në diskotekën Puls atë natë të këmbshme. Iljevski më tej thot se nëse zbulohet burimi i mjeteve piroteknike, hetimi do të arrijë perimetrin më të afërt të njerëzve përreth kryeministrit. за да само прашува. LSDM pyet se a ka ndonjë raport në prokurori se mjetet piroteknike në diskotekën Puls janë të kompanisë së afërt me Mickoskin, pse deri më tani prokuroria nuk ka vepruar lidhur me këtë njoftim. Ai ka evidentuar këtë prokuroria. Pronari dhe personi përgjegjës i kompanisë është njëri i afërt i Mickoskin nga Strumica. A ka qenë kjo kompani angazhuar për organizimin e mitingjeve partijake të VMRO-s? A është kjo arsyeja për të cilën Mickoski e pengon hulumtimin e prokurorisë dhe nuk lejon që ajo të jetë në rrugë të drejtë? Ai thot se LSDM nuk do të heqë derisa të burgosen personat fajtor dhe njoftoi se në vazhdimsi do të zbulojnë edhe detaje të tjera lidhur me rastin e Koçanit. Por VMRO-ja i mohon këto akuza. Zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski ka thënë se në sektorin e tij janë marrë 489 licenca të objekteve të cilët nuk i kanë plotësuar kushtet e punës. Akuzat e bëra nga LSDM-ja Nikolovski, i cilësoi si të pabesueshme. Zëvendës kryeministri Aleksandar Nikolovski ka reaguar lidhur me akuzat e LSDM-s për tragjedinë në diskotekën Puls në Koçan. Ai thot se deri më tani në sektorin e tij ka marrë 489 licenca të objekteve të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet e punës. Në departamentin tim ka marrë 489 licenca, prisja pikërisht atë që ndodhi, që mbajtësit e këtyre licencave do të paraqiteshin të manipulonin sistemin përmes proceseve gjyqësore. Për këtë arsye, ne ndryshuam nën ligje dhe tani marrja licencës është e fuqishme më vetë marrjen e saj. Sigurisht, ekziston e drejta ankimit, por kjo nuk e anashkalon dënimin. Lidhur me akuzat e bëra nga LSDM, Nikolovski thot se ato janë të pabesueshme. LSDM ende nuk e kupton se çfarë ndodhi atyre. Populli në përgjithësi pati 3 revolta kundër LSDM-s. E para ishte për shkak të korrupsionit të madh. E dyta ishte për shkak të tolerancës për gjithçka që bëri BDI dhe e treta ishte për shkak të poshtërimit të fortë kombëtar. Lidhur me të tretën, ata po ecin përsëri të njëjtin melodi të vjetër. Arsyeja e vetme se pse dham një shans është që të mos bllokojmë hetimin, kështu që tani do të shohim se çfarë do të sjellë prokuroria, tha Nikolovski. Viktimat që humbën jetën në mënyrë famkeqe në diskotekën Puls në Koçan do të rikujtohen për të 9ën herë me radhë përmes marshimit për engjëjt, i cili do të bëhet në Koçan duke filluar nga ora 16:05 minuta. Marshi në fjalë organizohet nga prindërit dhe të afërmit e viktimave si shprehje respekti për të gjithë ata që humbën jetën, por edhe si thirrje për mbështetje dhe solidaritet me të lënduarit dhe familjet e tyre. Veç për kujtimit përmes këtij marshi, familjarët bëjnë një thirrje për të gjithë qytetarët që ndjejnë solidaritet dhe mbështetje në luftën e tyre për drejtësi jo selektive, t'u bashkohen atyre në marsh.
Gjatë ditëve të vikendit na pret mot shumë i ngrohtë me temperaturat e larta, njoftojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike. Ata thonë se gjatë ditës së nesërme pritet të ketë mot jo stabil me shi të përkohshëm, ndërkaq që të dielën temperaturat maksimale do të arrijnë nga 30 në 38 gradë Celsius. Gjatë mesit të javës së ardhshme temperaturat do të bien për 5 gradë Celsius më pak. Tensionet mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe miliarderit Elon Musk kanë shpërthyer publikisht duke e kthyer në një luftë fjalësh në rrjetet sociale që secili prej tyre kontrollon. Gjatë një takimi në zyrën ovale, Trump deklaroi se ishte i zhgënjur nga kritikat e Musk në lidhje me projekt ligjin e tij të ri për taksa dhe shpenzime. Unë dhe Eloni kishim një marrëdhënie të shkëlqyer, nuk e di nëse do ta kemi më, ka deklaruar ai për gazetarët, por reagimi Musk ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Në një postim në rrjetet sociale ai akuzoi Trump për mosmirnjohje të pastër, duke thënë: "Pa mua Trump do të kishte humbur zgjedhjet." Ministri i Jashtëm i Francës ka deklaruar se janë të vendosur për njohjen e shtetit të Palestinës. Barrot tha se në konferencën e OKB-s për Palestinën që do të mbahet në New York nga 17 deri më 20 qershor nën bashkëpresidentën e Francës dhe Arabisë Saudite do të ndërmarrin angazhime për të eliminuar pengesat për njohjen e shtetit të Palestinës. Si anëtare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Franca ka një përgjegjësi të veçantë, theksoi Barrot, duke shtuar: "Nëse ne e njohim shtetin e Palestinës, kjo do të jetë për të ndryshuar diçka dhe për të bërë ekzistencën e shtetit të Palestinës më të besueshme." Barrot deklaroi se kushtet përfshin lirimin e të burgosurve që mban Hamasi dhe çarmatosjen e tij, përjashtimin nga administrata palestineze, njohjen e regjimit pushtues dhe reformën e autoritetit palestines. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.